Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Falënderojmë Allahun azza wa jall. Salavat dhe selamet e dërgojmë Muhammedit sallallahu alaihi wasallam, shokëve të tij dhe të gjithë atyre të cilët e ndjekin dhe pasojnë rrugën e tyre deri në ditën e gjykimit. Përgjatë historisë ka pas dietar të shumtë dhe shumë prej tyre kanë shkruar edhe libra të shumta. Mirë po, pak prej dietarëve janë ata të cilët librat e tyre përmenden dhe që Allah azza wa jall ka bërë që, me pas pranim jo vetëm në kohën kur kanë jetu, por edhe pas vdekjes së tyre, sepse shpesh ndodh që një dietar gjatë kohës, periudhës ku jeton, ndoshta fetvat, derset, mësimet e tij mund me qenë ato të cilat janë përhapura anë mban. Mirë po, pas 20 vjetë, 30 vjetë, harrohen ata. Dhe pra pakës janë prej dietarëve ata të cilët kanë qëndru dhe kanë bërë ballë kësaj harrese të njerëzve. Sot, për shembull, para 20-30 viteve kanë qenë disa dietarë të mëdhej në botën islame. Pak prej tyre njerëzit sot i kujtojnë ose që shërbehen me mësimet e tyre, me fetvat e tyre. Po ashtu edhe pak prej librave edhe në kohërat e mëhershme, po edhe në kohërat e sodit për shembull, janë të cilat kanë qëndru gjatë përballë kësaj harrese. Në kohërat e sodit për shembull mund me përmend dietar të ndryshëm, pe këtyre Sheikh Abdulrahman As-Saadi, për shembull, mësuesi i Sheikh Ibn Uthaymeenit, që edhe pse para tij ka pas njerëz të ndryshëm të cilët kanë shkruar tefsire të ndryshme, mirë po megjithatë tefsiri i tij është një prej tefsire të lehta që Allah azza wa jall e ka dhënë pranimin, e ka bërë pranimin e tij tek masa e gjerë dhe shpesh herë gjejmë që është edhe në bibliotekat familjare të njerëzve gjendet ai tefsir, bile ka sot përkthimet e tij edhe në gjuhën shqipe është përkthimi i tij, po ashtu ndoshta edhe ka edhe aplikacione sa i përket këtij tefsiri. Kështu është edhe me ato librat e mëhershme, sikurse tefsiri Ibn Kathiri, po edhe në shkencën e haditheve ka njerëz të cilët, Allah azza wa jall ju ka dhënë kabul, ju ka dhënë pranim. Dhe këtyre ata 6 koleksionuesit, imamët e mëdhëbeve, dietar të shumë, sikurse Sheikhul Islam Ibn Taymija, Ibn Qayyim, Shatibi, edhe dietar të tjerë, dhe që her pas here përmenden ose marrin për bazë, lexojnë vazhdimisht librat e tyre ose marrin si referencë librat e tyre. Për këtyre është edhe dietari i njohur Nawawi rahimahullah, i cili me gjithë atë periudhën e shkurtër në cilën ka jetu, sepse ka lind vitin 631 të Hijretit dhe ka vdekur në vitin 676 të Hijretit, domethënë sipas viteve hijri ka jetu vetëm 45 vite, ndërsa me përkthy me vitet miladi i bie që 43 e pak muaj ka jetu, po megjithatë nuk ka bibliotek ose nuk ka shtëpi, rrallë në ato shtëpi të muslimanëve në cilat nuk gjendet ndonjë prej librave të tij. Qoftë këto 40 hadithet e Nevaviut, qoftë kjo për shembull Riyadus Salihin që ne me lejen Allah azza wa jall do ta komentojmë, qoftë kjo edhe libri i tij Al-Adhkar, por ka edhe vepra të tjera voluminoze që i ka përpiluar, që nëse e marrëm sot për shembull shumë prej studentëve të doktoraturës dhe të magjistraturës, ndoshta i shpenzojnë kohë të madhe për me bërë tahqiq që quhet në arabishte, domethënë me korrigju dhe me redaktu një pjesë prej librave të tij, sikurse libri i tij Al-Majmu' ose libri i tij Rawdat at-Talibin që janë në fikun Shafi'i, po edhe librat e tjerë të cilët ai ka përpiluar. Pra, sot kur përmendet librat që i njeh dhe masa e gjerë, janë libra sikurse Riyadus Salihin, kopshti të devotshmëve, po edhe libri 40 hadithet e Nevevijit, i cili ka komentime të shumta. Dhe kjo që Allah azza wa jall e ka dhënë kabulin, e ka dhënë atë pranimin tek masa e gjerë, edhe tek dietarët e ndryshëm, tregon padyshim se ka pasur diçka në zemrën e tij, ka qenë ai sinqeriteti i tij, ai i cili ka bërë që veprat e tij të qëndrojnë ose të përmendet edhe pas vdekjes së tij. Dhe
siç është përmendur edhe në kohën e Imam Malikut, se kanë thënë Imam Malikut se njerëzit të shumë po shkruajnë libra me emrin El Muwatta. Sot njerëzit nuk i njohin këto libra. Është Muwatta i Abdullah ibn Wahbit, ka qenë El Muwatta ibn Abi Dhibit, edhe disa dietarë të tjerë të mëdhenj të hadithit të cilët kanë përpilu libra me emrin El Muwatta. Mirë, por kur kanë thënë Imam Malikut se njerëzit kanë shkruar para teje, edhe po shkruajnë vazhdimisht, thotë ma kana lillahi yabqa. Ka thonë çka është për hir të Allahut azza wa jall, ka më qëndru, ka më mbet. Kështu është thonë edhe Ibn Hajarit rahimahullah, kur e ka nisë me përpilu librin e tina rreth komentimit të Sahihut të Buhariut me emrin Fathul Bari, kur e ka nisë me komentuar, kanë thonë ka shumë njerëz të cilët kanë komentuar para teje, sikurse disa prej hoxhallarëve të tij, sikurse disa prej dietarëve të tjerë para tij, mirë po edhe ai e ka përmend të njëjtën frazë që ka përmend Imam Maliku, ka thonë ma kana lillahi yabqa, çka është çka është shkruar për hir të Allahut azza wa jall, që ka kuptimin, atëherë ka më mbet. Edhe përmend libri i tij, i cili është përpilu në një periudhë prej 25 viteve, Fathul Bari, që është komentimi i Sahihut të Buhariut, kur përmendet ndonjë komentim, përmendet në të vërtetë në radhë të parë ky libër i tij. Po edhe tham tek njerëzit edhe të masa gjerë, edhe të njerëzit e tjerë, edhe të talebet, edhe të dietarët, librat e njohur sikurse Riyadhus Salihin dhe sidomos 4 hadithet e nevojë bile dietarët sa i përket mësimeve të haditheve përmendesh i porosisin nxënësat e tyre që t'ia fillojnë fillimisht me mësimin përmendesh të 40 haditheve të nevojit, para se m'ia fillu me Sahihun e Buhariut dhe Sahihun e Muslimit. Dhe kjo është një metodologji të cilën e kanë trasu dietarët e ndryshëm, për arsye se këto hadithe që i ka përpilu Nevoviu, në të vërtetë ai i ka marrë 26 hadithet e Ibn Salahut, pastaj ka shtuar edhe 12 hadithe të tjera, pastaj ka ardhur Ibn Rajab ka shtuar edhe 8 hadithe të tjera, që i bie domethënë me shtojsin e Ibn Rajabit 50. Në të vërtetë këto janë hadithe të cilat janë gjithëpërfshirëse sa i përket Islamit. Pra, Nevoviu ka qenë një prej dietarëve të mëdhenj, ka qenë një prej dietarëve të mëdhëbit Shafi'i, dhe ne me lejen e Allahut azza wa jall në këtë ders, në këtë hyrje, do të përmendum disa prej fragmenteve që kanë të bëjnë me jetën e tij, jo krejt që kanë ardhur sa i përket biografisë së tij, mirë po disa me të cilën shpresojmë që edhe njerëzit me përfitu për ne, domethënë me shërbyer si motivim për ne, sa i përket sidomos kërkimit të tij të ditorisë dhe shfrytëzimit maksimal të kohës, duke mos harxuar ai asnjë moment nga koha e tij, po duke shfrytzuar atë në maksimum. Pra, Nevoviu rahimahullah, kush është Nevoviu? Nevoviu ka lind në vitin e përmendur në vitin 631 të Hijretit dhe ka vdekur në vitin 676. Emri i tij është Abu Zakaria, kunja është Abu Zakaria. Edhe megjithëse nuk ka qenë i martuar, mirë po siç e përmendin dietarët që është mirë që të ketë njeriu ndonjë kunje, edhe pse nuk ka ndonjë djalë ose ndonjë vajzë me këtë emër, bile edhe Nevoviu nuk ka qenë i martuar. Sigurisht që Aisha radhiyallahu anha ka pasur kunjen Abdillah, edhe pse nuk ka pasur fëmijë. Pra ky është Abu Zakaria Yahya, emri i tij është Yahya ibn Sharaf an-Nawawi, disa i thonë an-Nawawi, i cili vjen nga një katon, një fshat Nawa. Nawa, domethënë një fshat jo i cili sot gjendet në Sirinë e sotme, mirë po jo që bën pjesë në qytetin e Damaskut. Në atë kohë nuk ka bërë pjesë në qytetin e Damaskut, ka qenë një prej fshatërve të Sirisë atëhershme. Vetë fëmijëria e tij tregon edhe disa aspekte të jetës së tij dhe seriozitetit të tij. Për shembull, nëse e marrim sepse njëri prej aty në nxënësave të cili e ka shkruar biografinë e tij, ka qenë një prej nxënësave të tij me emrin Ibn Attar, i cili ka përmendur shumë çështje rreth biografisë së tij dhe kush do të ka ardhur pas tij, ka përmendur është mbështet në këtë librin e tij për sa i përket biografisë e Nevoviut rahimahullah, dhe Ibn Attari edhe dietarë të tjerë pastaj kanë përmendur se çish në fëmijën e hershme Nevoviu rahimahullah ka qenë prej atyre të cilët është kujdes dhe ka qenë serioz në mësimin e ditorisë. Thotë kur ka qenë moshën 10 vjeçare,
njerëzve, njëri prej hoxhallarëve nëse mund me quajtë ti, Yasin az-Zarkashi, ai thot kanë shkuar në vendin Nawa, në këtë fshat Nawa, dhe thot e kanë pa Newawiun rahimahullah duke luajtur ose duke ata, domethënë nxënësit e tjerë, shokët e tij, kërkonin nga ai që të luante me ta, po ai refuzonte. Megjithatë, friksoi pak prej tyre dhe detyrohej ndoshta të qëndronte me ta, mirë po refuzonte që t'u bashkojë lojës së tij, edhe pse qëndronte me ta, thot ai e mbante në vete mushafin dhe mësonte Kur'an përmendsh. Dhe kur e ka vrejt këtë seriozitet të Newawiut rahimahullah, thot atëherë e porosita edhe një hoxh të tij, mësues të tij të Kuranit që t'i kushton vëmendje dhe t'i kushton kujdes për arsye se ky ka mundësi në të ardhmen të bëhet një prej dietarëve të mëdhej. Thot baba i tij e kishte angazhuar në një dyqan, por ai nuk u merrte me shërblerje, edhe pse e kishte angazhuar në dyqan, ai merrej vetëm me mësimin përmendësh të Kuranit, cilin e kishte përfundoi pastaj para moshës së pubertetit. Por kur e vrejti këtë seriozitet, atëherë siç përmendëm më herët, se e ka porosit atë hoxhën e tij që të merret të kushtonte vëmendje këtij djaloshi, sepse shpresonte që do të bëhej një dietar i madh. Newawi rahimahullah i mor ato mësimet fillestare në fshatin e tij, në vendin e tij, Nawa. Pastaj në moshën 18 vjeçare, baba i tij e bjen e sjell në Damask. Në atë kohë Damaski ka qenë njëna prej atyre qendrave të dijes. Dhe ka pas shumë medrese me emra të ndryshme. Secili medhheb ka pas nga një ose më shumë se sa një medrese që dikush prej atyre tregtarëve, pasanikëve, njerëzve me ndikim i patlon si vakuf ato medrese, qoftë për ata thtarët e medhhebit Shafi, ku shkon pasues të medhhebit Shafi për shembull, ose të medhhebit Hanefi, ose shkolla ndoshta edhe të fikut, shkolla të hadithit. Dhe përmenden, në Damas në atë periudhë, bile ka një dietar El-Ulejmi në libër, dy vëllim të trash, në cilat ka zënë, ato medreset të cilat kanë ekzistuar në Damas në atë periudhë. Dhe ky vjen në një medrese të quajtur Er-Rawahiyya, dhe aty vendoset dhe qëndron në konviktin e asaj medreses, asaj shkollës. Duke qëndruar aty, pastaj i përkushtohet seriozisht mësimit, dhe përmendet në biografinë e tij se thot gjatë 2 viteve të para asnjëherë nuk ka fjetur shtrirë, por ka fjetur vetëm kur e ka marrë gjumi duke qëndruar kështu, duke qenë i mbështetur në diçka. Asnjëherë nuk ka fjetur shtrirë. Që tregon për seriozitetin e tij dhe se tregon se ai kishte, flante shumë pak. Dhe sa i përket seriozitetit dhe shfrytëzimit të kohës, përmendet në biografinë e tij se ai gjatë çdo ditë kishte nga 12 derse. 12 derse nga hoxhallar të ndryshëm në fusha të ndryshme. Derse në fik, në hadith, në transmetues, sa për këtë transmetuesve tefsir kështu me radhë, në gjuhë arabe kështu me radhë, shkenca të ndryshme, por ai kishte 12 derse për çdo ditë. Nëse marrim një farë llogaritje minimale dhe më thonë se një ders për shembull ka zgjat gjysmë ore, dhe pastaj aty përmendet se jo vetëm që i kishte këto derse, mirë po edhe i përsëritte dhe u merrte me sharimin e çështjeve të ndryshme, ku kthente nganjëherë edhe librave, dhe nëse marrim që gjysmë ore për shembull e kishte dersin, e kishte ligjëratën me hoxhën e tij të caktuar, dhe pastaj i vinte edhe një gjysmë ore tjetër për me rishikua, edhe me përsërit ato dhe me përforcuar ders. Që i bie që gjatë ditës ishte i angazhuar 12 orë, kjo përveç leximeve të tjera të ndryshme që i posedonte ai. Që i kishte ai Newawi rahimahullah. Në jetën e tij, Dhahabiu që përshkruan, thotë se asnjë çast të jetës së tij nuk ka shku hoç. Nuk ka shku këtë sekoti, po është mundu me shfrytëzu në maksimum. Dhe kjo ka bërë që ai të bëhet njëri prej dietarëve të mëdhenj të asaj kohe, me i te kalu edhe ata bashkohanikët e tij, edhe pse kishte ardhur në Damas
në moshën 18 vjeçare. Mirë po qëndroi në Damask një periudhë kaq të gjatë, edhe aty u shfrytëzoi maksimalisht kohën e tij dhe kur arriti në moshën 31 vjeçare, 30-31 vjeçare, filloi të shkruante librat e tij të ndryshme. Dhe për këtyre libra, njëri prej tyre është edhe ky libri Riyadhus Salihin, kopshte të devotshme, por edhe libra të tjerë që vetë dietarët e mëdhëbit Shafi'i për shembull i mësojnë ose i marrin për bazë ato. Është një libër Minhajut Talibin që ka përpiluar, është një meten mukhtasar që sot e kësaj dite domethënë ka komentime të shumta që mësohet përmendesh në vende të ndryshme ku ata domethënë janë banorët janë që përkasin mëdhëbit Shafi'i. Po ashtu edhe përmendëm Rawdat Talibin është i botuar 15 vëllime ose disa botime 12 vëllime, majmuaj edhe domethënë libra komentimi i tij rreth Sahihut të Muslimit. Pra, në periudhë shumë të shkurt, përveç kësaj, domethënë ai ishte angazhuar edhe me ibadet, sepse është konsiderohet një prej atyre zuhadëve, se përmendet në biografinë e tij se kur ka hyrë këtë medrese, vetëm bukë, edhe hante një herë në ditë. Dhe nuk hante një lloj të perimeve, domethënë trangullin, kastraveçin që thonë na, nuk e hante se thotë ma sjell gjumin. Edhe përmendet shumë aspekte sa i përket edhe devotshmërisë e tij, edhe asketizmit të tij, por ai është marrë edhe me el-amr bil ma'ruf wal nahy al munkar, urdhërimin për të mirë dhe ndalimin nga e keqja, dhe përmenden shumë aspekte të tij me atfar Melik Dhahir Bejberis, domethënë atë halifen asaj kohe, halifen Mamluki, i cili domethënë njëri që përmendet, ai ka qenë periudha kur tatarët i kanë sulmuar shtetin, domethënë kanë sulmuar hilafetin atë kohë. Edhe dihet çka kanë bërë në Bagdad në vitin 656 të Hijretit. Domethënë në kohën e Nevojit rahimahullah, ka qenë ajo periudha kur është pushtuar Bagdadi dhe që përmendet që janë vrarë rreth 1 milion njerëz ose edhe 2 milion njerëz nga ana e tatarëve mongolëve që quhen ndryshe, dhe këta ishin në Sham. Dhe ai sundimtari Dhahir Bejberis kishte marrë domethënë kishte thënë njerëzve që është një fetva, kishte marrë edhe për dietarëve të tjerë se kjo domethënë rezerva e shtetit nuk mjafton për me përgatitur ushtrinë. Atëherë duhet të kërkojmë nga tregtarët të ndryshëm që me përgatitur këtë ushtri. Mirë, po, të gjithë kishin thënë që po, është domethënë është ty të takon me marr mall për njerëzve, me marr pasuritë të njerëzve, të tregtarëve sidomos, për me përgatitur këtë ushtri e cila me cilën pastaj njerëzit do të ballafaqohen me tatarët. Mirë, po, kur shkon Nevovi rahimahullah, i tregon i thotë ja, nuk të japi fetva që bën, vetëm se kom dëgjuar se ti ki kaq prej sklavërve, kaq prej robreshave, të cilat për shembull edhe kanë dukate, ari, kanë pasuri të mëdha, nëse të gjitha këto i shpenzon ti fillimisht për me përgatitur këtë ushtri, atëherë edhe mbetet ende atëherë edhe prej tregtarëve, atëherë unë të japit fetva. Dhe këtu ka pas një farë ndonjë mosmarrëveshje, ka tentuar me pas kësaj ndodhie dhe disa prej ndodhive të tjera që me largu Nevovi rahimahullah me shkarku prej posteve të ndryshme, mirë po e kanë treguar se ai në esencë nuk ka kurfar posti. Ai nuk është as imam, as khatib, as diçka, po është një prej dietarëve që është rrin që të farë medrese, han vetëm pak as bukë, edhe ata i sjell asaj që i sjell babai i tij, domethënë prej vendit të tij, sepse edhe nuk i kanë ngrënë ato perimet edhe pemë që kanë qenë në Damask, e ka pas një farë shube, një farë dyshimi se a janë të lejuar apo jo, sepse kanë qenë vakëf, edhe ka pas aty sipas tij, domethënë ka pas aty disa pezullumit, edhe thotë s'ka mundësi me shkarku, për arsye se në esencë nuk ka post, nuk ka kurfar posti. Pra, këto janë disa, kjo është një prej aspekteve të jetës së tij përveç dijes. Domethënë nuk merre vetëm me mshefur në një vend, ai esenca ka qenë domethënë koncentrimi në dije, mirë po merre edhe me
edhe me jetën e tij të përditshme dhe jetën e muslimanëve në përgjithësi. Mirë po, sa i përket dijes, na i përmendëm shumë prej çështjeve që kanë të bëjnë dhe në vitin 676 të Hijretit, Nevoiu vdes, duke lënë pas vetes shumë prej veprave të tij, të cilave Allah Azza wa Jalla ka dhënë pranim sot e kësaj dite. Sa i përket aspekteve që kanë të bëjnë pra me diturinë edhe me kërkimin edhe shfrytëzimin e kohës, unë për veti po shfrytëzoj kohën edhe po i përmendi disa prej thonjeve të atyre dietarëve se rasteve të dietarëve të ndryshme, në të cilat tregohet ose shpërfaqet në to shfrytëzimi i kohës nga ana e tyre. Domethënë s'është vetëm Nevoiu, ka edhe dietarë të tjerë dhe ka mrekullia të ndryshme që kanë ardhur nga dietarët e tjerë, çudia të ndryshme se çysh e kanë shfrytzuar kohën e tyre. Kjo për motivim, sepse këto që do të përmendem, këto në të vërtetë janë në nivel të lartë, që sot më përmend disa për njerëzve ndoshta thonë kjo ka qenë për atë kohë kur s'ka pas rrjete sociale, s'ka pas edhe më thonë këtu telefona celulare edhe shumë prej gjërave të cilat janë që e shpërqendojnë njeriu në këtë kohë. Mirë po njeriu me dashur, me kohën me vullnet edhe me lut Allahun Azza wa Jall mundet me shfrytëzu kohën e tij, sepse një prej hoxhallarëve, Sheikh Abdul Karim al-Khudair, përmendte se thotë unë njeh njerëz të cilët sot shkojnë edhe marrin pjesë ose prezantojnë në punën e tyre. Kanë punën e tyre 8 orë. Shkojnë aty, pastaj kur vinë kthehen edhe lexojnë kaq shumë. Domethënë deri rrin natën deri ka ora 1 dhe 2 duke lexuar. Sheikh Ali Tantawi përmendet një prej domethënë atyre që dietarëve sirian që ka jetuar edhe në Mekë, domethënë mesatarja e leximit të tij për shembull dhon 100 faqe në ditë, shpesh thotë kam lexuar nga 300 faqe në ditë. Por ka prej dietarëve të mëhershëm, prej atyre që tash mundem i përmend, për shembull është edhe Sheikh Abu Ishaq al-Huwaini, që unë kam dëgjuar edhe është në YouTube rasti i tij kur e përmendin se sa lexon gjatë ditës, përmend thotë më së paku lexoj thotë 15 orë. Nësa Sheikh Mashhur Hasani thotë pe vitit 1984 deri në këtë kohë, domethënë pak për ditëve gjatë vitit janë të cilat unë nuk lexoj më pak se sa 10 orë. Domethënë thotë kur lexoj më pak se sa 10 orë, thotë unë smurem, edhe një vetëm shumë keq. Domethënë një vetëm shumë keq. Thotë ndërsa kur i tekaloj këtu 10 orëshin, thotë atëherë një vetëm shumë më mirë edhe më jep kjo, domethënë më nxit edhe më shumë. Do t'i përmeni disa prej fjalëve të atyre të mëhershme. E këtyre për shembull është fjala e Amir ibn Abdul Qais, i cili ka qenë njëri prej zahidëve të asaj kohe. Edhe një njeriu kishte afruar, kishte thonë fal me mua. Sikurse më thonë tash më afru dikush prej hoxhallarëve dhe më thonë apo vjen me neve hajde shkojmë në kafe, pak të pinë në kafe të bëna muhabet. Ajo është e përgjithshtat ndale diellit, emsi ke shams, domethënë s'kam kohë, për arsye se nëse ki mundësi me ndal diellin, mos me ec dielli edhe mos me ec koha, atëherë unë kam vakt. Përndryshe nuk kam vakt për gjëra të pavlera. Pastaj është një fjalë Abdullah ibn Mas'udit radiyallahu anhu, thotë ma nadimtu ala shay'in nadami ala yawmin gharabat shamsuhu naqasa fihi ajri wa lam yazid fihi amali wa lam yazdad fihi amali. Thotë Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu, thotë nuk jam penduar për asgjë, më shumë se sa që jam penduar për një ditë që përndaj dielli i saj e jeta më është paksu, ndërsa veprat e mira nuk më janë ashtu. Nuk ka thonë nuk më ashtu biznesi jam, e malli jam, mirë po ka thonë nuk më janë ashtu veprat e mira. Se ka dikush i cili ka gajle dunjane dhe thotë në këtë ditë ose këto ditë të cilat nuk i shfrytëzova, kisha mujt me shpenzu këto pare në aksione të ndryshme ose në diçka të tjera dhe nuk i shfrytëzova dhe nuk më janë ashtu. Po ky ka pas gajlen e dertin që domethënë atina nuk janë shtu veprat e tij. E ka llogarit ato edhe kanë ndikë keqare të mëdha për atë ditë. Hasan Basriu rahimahullah në një fjalë të tij thotë adraktu aqwaman kanu ala awqatihim ashadda minkum hirsan ala darahimikum wa dananirikum. Thotë kanë taku njerëz që ishin më të kujdesshëm për kohën e tyre se sa ju për dinart dhe dirham të juve.
njerëzit që kujdesen sot për me fitu edhe me arrit deri te eurot, te dinart, domethënë te pasuria në përgjithësi, atëherë në atë kohë thot kom takua. Hasan Basriu ka qenë prej aty në tabiinëve që ka arrit shumë prej sahabëve të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Ndoshta këto ka pas për qëllimin për shumicën e sahabëve, por edhe një pjesë të tabiinëve të tjerë. Thot, domethënë kam takuar njerëz që ata ishin shumë të kujdesshëm, më të kujdesshëm për kohën e tyre sesa jo që jeni të kujdesshëm për dinarët edhe dirhamet e juve. Në biografinë e Hammad ibn Salama, një prej dietarëve të mëdhenj të sunetit dhe dietarëve të gjuhës arabe bashkë dhe dietarëve të hadithit, përmendet se ai nuk e harxhonte asgjë, asnjë kohë, asnjë çast, asnjë moment të jetës së tij. Dhe përmendet në biografinë e tij se çdo herë kur hinte dikush, ai ose lexonte, ose transmetonte hadithe, ose falej, ose bënte dhikr. Dhe Abdulrahman ibn Mahdi përmend në biografinë e tij thotë, nëse dikush kishte më thonë Hammad ibn Salama se a ki diçka përmeshtu, s'ka pas diçka përmeshtu, dhe nëse do t'ja merrte me lejku i vdekjes jetën e tij, s'kishte pas diçka më shtu më shumë se sa vepronte ai. Khalil ibn Ahmed al-Farahidi, një prej dietarëve të mëdhenj të gjuhës arabe, ka pas edhe dije rreth haditheve të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, ka qenë hoxha i Sibawayhit. Sibawayhi është një baba i sintaksës arabe. Po Khalil ibn Ahmed ka qenë dietar i madh i gjuhës arabe, sepse gjuha arabe nuk e ka vetëm sintaksin, ka edhe fjalë dhe domethënë ka edhe gjëra të tjera. Ky ka qenë dietar i madh për shkruar se njërin prej atyre gjenive të kohëve, domethënë gjenive të rrallë të asaj kohe. Khalil ibn Ahmed al-Farahidi është i pari i cili ka shpikat shkencën e ritmikës ose rimeve, domethënë rimeve të poezisë së gjuhës arabe, sigurisht që këto poezit në gjuhën shqipe kanë rim me 12 rrogëshe, 14 rrogëshe, 16 rrogëshe, edhe gjuha arabe ka rim. I pari i cili ka shpik ose i cili ka ardhur në përfundim se duke i vështruar të gjitha këto poezit e arabëve, këto nuk dalin rreth, ai ka konstatuar rreth 16 buhur shi'r që quhen, domethënë 16 rimeve të poezive të asaj kohe. Është i pari i cili ka titulluar pastaj El-Bahru al-Wasit wa Ar-Rajaz wa të ndryshme janë. Bile përmendet se kjo, domethënë para se më ardhe me tregu këtë fjalë të tij, përmendet se pas tij nuk ka ardhur dikush me shtu diçka. Me shtu diçka, me thonë, ka dhe një rim tjetër, përveç një al-Akhfash, një prej nxënësve të tij që e ka shtu dhe një rim. Përndryshe ky është ai baba që thonë i kësaj shkence, dhe ky në një fjalë të tij ka thonë athqalu saati alayhi sa'atun akulu fiha. Ora më rëndë është për mua është ajo në të cilën ha, Allahu al-musta'an. Ndërsa Imam Ebu Jusufi, nxënësi i Abu Hanifes, kur ka qenë në shtatën e vdekjes dhe kishte ardhur dikush me vizitu dhe kishte përmend ai ka pyet një nxënës të tij rreth një çështje të fikut, një çështje të fikut që ka të bëjë me haxhin. Dhe një nxënës ishte i çuditur, sa ai ishte gati si në agoni të vdekjes, ka fundi i vdekjes së tij, dhe thotë edhe në këtë gjendje, po merresh me dije, thotë po, ndoshta nuk ka problem, ndoshta dikush shpëton me këtë që me këtë dije. Thotë masanej dola pasi që vizitova dola me tij dhe pastaj ai ndroi jetë. Ka dietarë të tjerë të ndryshëm, për shembull Ubayd ibn Yaish. Këto janë, domethënë, raste vetëm nivele të larta, jo vetëm një çast të caktuar, po domethënë në vazhdimsi që dietarë të ndryshëm e kanë shfrytzuar kohën e tyre në maksimum, që shpresoj që shërbejnë për neve, suport për veten time edhe për të tjerët si motivim dhe për nxitje, që më shfrytzuar sidomos në kërkimin e editorisë. Thotë Ubayd ibn Yaish, thotë kam kalu 30 vite pa ngrënë vetë darkë. Sot motra ime mos shente, ndërsa unë shkruaja hadithin. Domethënë, kur s'ka hunger darkë vetë, po motra e tij është ajo e cila i ka ndihmuar me ngrënë darkë, për arsye se ai ishte angazhuar me shkru hadith. Yahya ibn Ma'in dihet, një prej dietarëve të mëdhenj të hadithit, edhe bashkëkohanik e Imam Ahmedit, edhe ai i cili ka marrë pjesë me Imam Ahmedin në shumë prej atyre udhimeve të tij.
Ka filluar me shkruaj hadith kur ka qenë në moshën 10 vjeçare dhe baba i tij e ka lënë një pasuni të madhe, 1 milion dirham i ka lënë. 1 milion dirham, do të thonë një dirham tash mund të thon 4-5 gram argjend, ndoshta ose 2-3 gram argjend. Se 200 dirham është ai nisabi i zakatit, 595 gram i bën me, domethënë 2.9 i bie 2.9 dhe diçka i bie, domethënë 1 dirham i bie argjend. Tash 3 milion gram argjend me llogarit me kohën e sotit i bën kogja shumë. Domethënë i bën ndoshta aty ka 6 milion, 7 milion euro që baba i tij na ja kalon Yahya ibn Ma'in. Të gjitha këtu i ka shpensuar për ditori dhe thot derisa nuk mbeti as kpuc për me vesh. Madje është thonë se ai me dorën e tij ka shkruar 1 milion hadithe të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam dhe Yahya ibn Ma'in ka thënë për ta Imam Ahmedi se ka thënë çdo hadith që nuk e njeh Yahya ibn Ma'in thotë nuk është hadith. Dhe thotë një rast tjetër Abu al-Abbas al-Mubarrid, një pediator të mëdhë gjuhës arabe, e ka një libër al-Kamil. Abu al-Abbas al-Mubarrid thotë nuk kam parë njerëz më të etur për dije dhe me që kanë zell, domethënë për kërkimin e ditorisë sa të personave. Thotë i parë për ty ka qenë Jahidhi, e dyti Fath ibn Khakan, e treti Ismail al-Khadhi, një pediator të mëdhë të Malikive. Thotë se për këtë Jahidhi, thotë ky lexonte çdo libër që i binte në dorë. Shpesh herë i merrte edhe me qira libra, domethënë dyqanet aty në që shitin libra. Se më thonë tash me shku në një dyqan ku domethënë shiten libra të ndryshme, i merrte me qira vetëm që të natën të lexonte libra. Dërsa se përket Fath ibn Khakan, ky ka qenë njëri prej atyre vezirave të Khalifes Mutawakkil. Halife Mutawakkil i cili domethënë i ka ndihmuar Imam Ahmedit dhe në kohën e tij, domethënë Ahlus Sunneti është ngrit. Ky ka qenë një prej vezirëve të tij. Fath ibn Khakan thotë gjithmonë e mbante me vete një libër në mëngën e tij. Dhe kur shkonte te halifja, dihet se domethënë mezhlisi halifes me mezhlis i madh dhe me njerëz të ndryshëm, por kur dilte pe mezhlisi sepse kishte ndoshta nevojë për me kry nevoja fiziologjike, kur dilte për me shku deri te tualeti, nxjerrte librin edhe e lexonte, pastaj e linte. Pastaj thotë edhe kur halifja çohej pe vendet e tij, thotë gjithmonë e kishte atë libër dhe lexonte aty. Ndërsa sa përket Ismail ibn Ishaq al-Qadhi, thotë kushdo që hynte tek ai, thotë gjithmonë e gjente duke lexuar një libër ose duke shfletuar ose duke kërkuar një libër për tjetër për me e lexuar. Ndoshta shpesh që njerëzit me harru vetveten e tyne kur janë në domethënë kërkimin e ditorisë dhe në leximin e librave apo në përpilimin e librave. Sigurisht se që njerëzit e ndryshëm thellohen edhe harrojnë vetveten e tyre kur futen në rrjetet sociale dhe nuk e vrejnë kohën. Nuk e vrejnë kohën e tyre se sa i merr kohë, domethënë futjen e për rrjetet sociale dhe mas një kohë e vrejnë që kanë nejtë me orët e tona. Ata të mëhershme, domethënë të cilët kanë qenë që kanë qenë të etur për dije, këta kanë harru vetëm kur janë futur në dije. Për shembull, Muhammed ibn Suhnun, një prej dietarëve të mëdhtë Malikive, përmendet rreth tij se ka pas një shërbëtore dhe thot një herë kishte provuar ajo shërbëtore një ushqim. Ai ishte duke shkruar diçka. Dhe thotë i tha nuk kam vakt tash për ty. Thotë përpiloj atë libër, ndërsa ajo i jepte, ky po nuk e hentonte, ishte thelluar në përpilimin e atij libri. Thotë edhe kur erdhi sabahi, kur erdhi koha e mëngjesit, i tha na bon Allah se smujtë më, domethënë s'pata kohë. Thotë po ti vetëm se e ngrane ushqimin, thotë nuk e kam hetu. E kjo është e njëjtë edhe me ato që ka ndodhur Imam Muslimit, i cili është përmendur ka fundi jetës së tij se një hadith i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, ndërsa Imam Muslimi nuk e kishte ditur më herët dhe i kishin sjellur atij një enë me hurme dhe ai duke shikuar duke dashur me gjetë atë hadith e pejgamberit alayhis salam, ai dhe pastaj kishte ngrënë, pastaj kjo kishte qenë një prej sebeve të për vdekjen e tij. Thalab, një prej dietarëve të mëdhenj të gjuhës arabe, Thalab Ahmed ibn Yahya al-Shaybani, nuk ndahej kur nga libri. Edhe kur e ftonte dikush, thotë hajde me neve në një ziarat, në një vizitë ose e ftonte dikun, thotë me merrte pjesë, më por me kosh që
t'ja lëshin edhe një vend për librin e tina që me edhe lexu gjatë ftesës ku merrte pjesë ai. Nëse këto po përmendni si domethënë raste të dikush mund të më konsideroj si raste ekstreme, mirë po këta janë ata dietarët të cilët na e kanë përcjell shumë prej këtyne fushave, domethënë lamive të ndryshme, këtu vërejtëm që ka dietar të hadithit, ka dikun dietar të fekut, ka dietar të gjuhës arabe, të cilët maksimalisht e kanë shfrytzuar kohën e tyre. Dhe çu përmend Ibn Jauzi rahimahullah në një fjalë të tij që do ta citoj më vonë, po përmend vetëm atë pjesën tjetër se tregon ai për jetën e tij. Thotë ose ndoshta është e udhës këtu ta përmendëm ata që më ndërlidh me atë fjalën e tij. Thotë Ibn Jauzi, thotë unë asnjë çast nuk e harxoj kohë. Thotë edhe kur e shoh një libër që nuk e kam parë më herët, atëherë sigurisht që domethënë kam parë një thesar, sigurisht me parë një thesar edhe me zbulu një thesar. Thotë edhe kom shikuar thotë në katalogun e librave të medresës Nidhamie, kom vërejtë që janë 6000 vëllime. Në librat e Abu Hanifes, librave të Sheikhut ton Abdul Wahhab al-Malti, edhe librat edhe në njënit e djetarëve të Endelusit, thotë i kom vërejtë që janë libra të shumta, të gjitha këtu thotë i kom lexu. Dhe thotë në qoftë se thotë dikush mund të më thonë se i kom lexu më shumë se sa 20000 vëllime, thotë nuk është qenë edhe domethënë aq ofër domethënë, ndërsa unë thotë ende jam në kërkim të ditorisë. Thotë edhe ai, edhe Ibn Aqil al-Hanbali, thonë për veten e tyre se thotë vendim zellin, po e kemi zellin për kërkuar ditori kur e kemi arritur moshën e 80 vjeçares, edhe më shumë se 80 vjeçare, më shumë se sa atëherë kur kemi pasur 20 vjet. Ibn Jauzi thotë, duke i lexuar këto libra, duke parë atë biografinë e dietarëve, duke lexuar biografinë e tyre, jetën e tyre, mbamendjen e tyre, siç e kanë shfrytzuar kohën, atëherë thotë kjo, do të thonë nga bo me shfrytzu kohën maksimalisht edhe me lexu gjithë këto libra, edhe pastaj edhe me nënçmu ata studentët ose njerëzit kërkuesit e ditorisë në kohën e tij. Domethënë me llogaritë që ata janë të bukurxhe. Për këtë arsye njeriu i cili ndëgjon këtu ose ndëgjon përgjithësi jetën e dietarëve, siç kanë bërë, edhe qoftë kësaj kohe, qoftë asaj kohe, vren vetë se sa, domethënë sa larg është prej dijes. Sepse në kohën e sotme për shembull diku na më thon lexon një orë, një zonë 2 orë, ka llogarit shumë. Një shekh thotë se në disa picor që u kemi dhënë disa prej fëmijëve, i kemi thonë kallëzo se sa lexon. Edhe aty ka shkruar pak shumë edhe shumë, domethënë tepër. Aty masanej ato shumë, disa thotë kishin shkruajtur aty sa është shumë për ty 2 orë. Domethënë ai ka llogarit se 2 orë janë shumë që e po lexon. Ndërsa këta që e vërtetën, domethënë çdo kohë, çdo çast e kanë shfrytzuar maksimalisht. Ibn Jarir at-Tabari, një nga dietarët e mëdhenj, i cili është shejhu i mufesirëve, shejhu i muhaddithinëve dhe historianëve, dhe një imam i madh mujtahid i cili ka kalim vitin 224 të hijretit dhe ka vdekur në vitin 310, domethënë ka jetuar 86 vite. Thonë nxënësit e tij, në një periudhë prej 40 viteve, thotë çdo ditë ka shkruar nga 40 fletë. Domethënë çdo ditë ka shkruar nga 40 fletë. 40 vite me radhë nga 40 fletë për çdo ditë. Thotë e kemi llogarit periudhën prej pubertetit deri në kohën kur ka vdekur. E bie për rreth 72-73 vite. Domethënë sa ka shkruar Imam Ibn Jarir at-Tabari, thotë domethënë e kemi llogarit që mesatarisht ka shkruar ai për çdo ditë, duke llogarit domethënë të gjitha këtu, edhe 40 vite që përmendëm, po edhe të tjerat, thotë mesatarisht i ka shkruar nga 14 faqe në ditë. E thotë kemi llogarit se gjatë të jetës së tij, Imam Ibn Jarir at-Tabari ka shkruar 358.000 faqe. 358.000 faqe. Dhe jo vetëm domethënë shkrime të thjeshta, domethënë të ndryshme, domethënë të lamive të ndryshme. Ka qenë imam në hadith, imam në histori, saqë përmendet në biografinë e tij se ka thënë nxënësve të tij, hajde ta shkruajmë tafsirin e Kuranit. Ka thënë sa
është i gjatë tefsiri Koranit, ka thënë 30.000 faqe. Ka thënë jo, se kjo, domethënë jeta jonë nuk mjafton për me përfundu. Thot, ani, zvoglojmë në 3.000 faqe. Edhe thot për 7 vite me radhë, pastaj edhe e ka diktu atë, domethënë tefsirin e Koranit, edhe tefsiri i Koranit e Ibn Jaririt është tefsira më të mirë dhe bazë. Domethënë kur përmendet tefsiri i Ibn Jaririt është më i larti, më i miri edhe më i gjerë. Po ashtu ka thonë edhe atyre që domethënë të shkruajnë një histori të njerëzimit, për Ademit alayhis salam deri tek koha e jonë. Ka thonë sa të njëjtën 30.000 faqe, ka thonë përfundon koha dhe s'mundem me kry këtë histori. Dhe thot në fund thot se matet ilhimem, domethënë ambiset kam vdekur. Allahu musta'an. Ka dietar të ndryshëm të tjerë. Po përmendëm këtu edhe një herë, po përmendi domethënë vetëm si motivim që dikush pastaj kur ti lexon ose kur ti ndëgjon me shiku vetveten e tij dhe me krahasu me këta, ju me krahasu me bashkëkohanikët e tij ose me njerëzit që jeton përreth me ta. Për arsye se kur të krahason vetveten e tij me njerëzit e tjerë, aty na duket shpesh njerëz ju duket që po shëdej çka është duke bë, çka është duke mësu. Mirë, po kur të krahason me këta dietar me dietar të tjerë, edhe kësaj kohe vren që nuk është, domethënë ka shumë ngecje. Për këtë arsye, ai i cili dëshiron me bë djalin e vet pe dietarëve, duhet të kujdes pe fillimit. Pe fillimit, prej sikur se Nevoviu edhe dietarët e tjerë, domethënë që janë kujdesur pe fillimit me mësu. Jo me qenë për atyre të cilët për shembull kujdeset vetëm për anën materiale ose për anën që për ushqimin e tina, për gjërat e tjera dhe me arrit vetëm me kry shkollën, me kry të kurse, pak as më punësu edhe kështu nuk arrihet dija. Ai i cili domethënë dëshiron që djali i tij me kon pediatrove, atëherë duhet të kujdes çish në moshë të hershme. Sot tek sadike ka edhe në vendet e perëndimit, domethënë ka shkolla speciale për gjenit, për talentet, të cilët ata i marrin dhe pastaj ata i kryjnë shkolla në disa prej vendeve perëndimore, domethënë i kryjnë shpejt, për arsye se kanë kapacitet dhe kujdesen për ta maksimalisht. Ndërsa sot për shembull disa prej baballarëve më thonë ose disa prej nonave, thotë ja le djalin tim ka vakt, mos e ngarko kryt, tash është periudha, domethënë 6 vjet, 7 vjet, mos e ngarko për arsye se po ngarkohesh shumë, për arsye se kam ngarkuar me filma vizatimore dhe masanej ka me po ëndra natën, ndoshta ëndra të frikshme, për asaj që ka pa pe filmave vizatimore. Ndërsa nëse e thuhet për shembull gjatë djalin ton ose vajzën tonë me dikon ose angazhoje që me mësu Kur'an për mend, që ja s'po du më ngarku kryt, ndërsa i ngarkohet kryt me atina me gjëra të ndryshme të tjera përveç filmave vizatimor dhe pra prej fillimit duhet që njerëzit me i përgatit kush dëshiron me pas dietar. Dhe që është thënë një hoxh dhe këta kanë përmendë dhe disa të tjerë që nëse njeriu dëshiron me bë hoxh ose me shku për me mësu dije fetare, duhet me shku njerëzit më të mençur, me atë domethënë aftësi, më të mençur, jo me shku njerëzit domethënë më të dobtit. Sepse kjo është strategjia të tërkujt. Atyre të cilët domethënë kanë dhënë të mirën e Islamit. Mirë po njerëzit më të mençur, njerëzit më të dijshëm, njerëzit me aftësi mendore dhe me kapacitet më të madhe, domethënë kanë prodhuar kësaj njerëz, sikurse Nevoviu, sikurse Ibn Hajar, sikurse Islam ibn Taymija, sikurse të tjerë. Dhe sot e kësaj dite nëse dikush vetëm e konsideron se hoxha do të më marr për shembull vetëm me çështje me dal imam njerëzve me marrë një hutbë, atëherë ky nuk është perceptimi, domethënë i dietarit. Perceptimi është, domethënë ka çështje të ndryshme, të cilat ka nevojë edhe vendi jon, po edhe në përgjithësi ummeti islam për hoxhallar të cilat i dinë për shembull çështje të ndryshme të transaksioneve, çështje të ndryshme të çështjeve bashkëkohore, çish mi trajtua ato çështje e këtu nuk mundem me bë përveç se njerëzit që kanë aftësi e kapacitet, edhe kapacitet. Përmendi edhe një fjalë të Ibn Aqil al-Hanbali, thot inni la yahillu li an udayya sa'atan min umri hatta idha ta'attala lisani عن مذاكرة أو مناظرة وبصري عن مطالعة أعملت فكري في حال راحتي وأنا منطرح فلا أنهض إلا وقد خطر لي ما أسطره
وإني لأجد من حرصي على العلم وأنا في 10 أشد مما كنت أجده وأنا ابن 20 سنة. Thot nuk më lejohet të mbas qoftë edhe një çast nga jeta ime, edhe kur gjuha ime ndalet nga përsëritja ose debati dhe sytë e mi nga leximi. Thot unë vën në domethënë atë meditimet e mia dhe edhe në çastet e pushimit kur jam shtrirë dhe nuk ngrihem pa më ardhur një ide që të shkruaj. Dhe thot unë ndi zellin tim për dije në moshën mbi 80 vjeç. Mbi 80 vjeç çatëre kur ka qenë Ibn Aqil al-Hanbali, më të fortë se sa ndjeja kur isha 20 vjeç. Ka dietarë të shumë të ndryshëm, mirë po ndoshta kjo që përmenda pe shumë prej dietarëve, qoftë bashkëkohor, qoftë edhe të mëhershëm, mjafton si motivim. Për këtyne mund me përmend domethënë rastin e Sheikhul Islam Ibn Taymiyah, i cili e ka shfrytzuar maksimalisht dhe përmendet një prej atyne ngjarjeve që ka qenë me Sheikhul Islam Ibn Taymiyah. Domethënë se kur ka qenë moshën 16 vjeçare, ai vetëm se i kishte kaluar shumë prej librave të mëdha, bile thot kam pa ëndër kur kanë qenë në moshën 16 vjeçare duke bërë polemika me filozofët. Domethënë kishte të kaluar ato hadithet e fikhun e kështu, ishte marrë edhe tash domethënë se bënte debate dhe kundërpërgjigje, shkronte edhe libra ose merre me çështje të ndryshme të akides, çështje të thella, çështje të ilmul kelamit ose çështje të filozofisë dhe thotë kam pa ëndër në moshën 16 vjeçare. Dhe një herë kur Ibn Taymiyah rahimahullah një herë ka qenë me familjen e tij dhe e kanë thirrë ata me shku në një vend, caktuar me shku me dal në piknik. Thotë nuk pat planu, po masanej i kanë bërë presion, thotë ata hatë ndal pat ik Ibn Taymiyah rahimahullah pe tyre dhe thotë ata pastaj kur onorë aty ka thonë pse s'erdhe me ne, se ne jemi kënaq në këtë piknik, sa baba i Ibn Taymiyah rahimahullah ka qenë një prej dietarëve. Mirë po thotë unë çat periudhën sa keni qenë atje thotë kam mësuar përmesh një libër në usul fiqh. Kam mësuar përmesh këtë libër në usul fiqh. Ndërsa sa përket Nawawi rahimahullah, këtu po duam të përmbyll me një fjalë të Sheikh Ibn Uthaymeenit rahimahullah. Është e rëndësishme për arsye se domethënë është për fol dhe disa për njerëzve kanë fol rreth Nawawit rahimahullah. Thot Ibn Uthaymeen pa përkthej ose për përmendje vetëm shqip dhe kjo gjendet në komentarin e 40 haditheve të Nawawit. Kush domethënë don mundet më referu edhe me lexu aty, kjo gjendje po ashtu edhe në fetavat e Sheikh Ibn Uthaymeenit, mirë po në këtë libër komentar në fillim Sheikh Ibn Uthaymeen përmend thot për Nawawi rahimahullah, thot Hafidh Nawawi Allahu më shëroft është prej tharve të mëdhëbit Shafi'i, domethënë ka qenë Shafi'i. Thot mendimet e të cilëve kanë merituar gjithë një vlerësimin e duhur. Në këtë mëdhëb ai ishte prej më të zellshmëve në hartimin dhe shkrimin e librave. Ai shkroi në shkenca të ndryshme, në hadith dhe në degët e tij, në fushën e gjuhës, shkroi librin Tahdhibul Asma'i wal Lughat. Thot ai ishte vërtet nga njerëzit më të ditur. Ishte njerëzit më të ditur dhe me fort gjasa ishte nga njerëzit më të sinqertë. Sepse librat e tij u shpërndan në tërë botën islame. Është pothuajse e pamundur të gjesh një xhami ku të mos lexohet libri i tij Riyadus Salihin, që ne lejon Allahu azza wa jalla do ta komentojmë. S'ka pikë më dyshje se pranimi i librave nga ana e njerëzve lidhet drejt për zëti me sinqeritetin e hartuesit dhe shkruesit të librit. Ai thot Allahu më shëroft është mujtahid, megjithatë mujtahidi që ja qëllon por mund të gabojë. Ai gaboi në çështjet e emrave dhe cilësive të Allahut azza wa jalla duke bërë tawil, ndosë nuk i mohon të dhe përmend disa ku nuk e ka kaqëllu Nawawi rahimahullah. Sidoqoftë thot gabimet e tilla, të cilave nuk u shpëtoi Nawawi, Allahu më shëroft, firojnë, futen ose domethënë në detin e të mirave dhe dobive gjithëpërfshirëse që ai la pas. Në të kaluarën një grup njerëzish thot devijuan në këtë çështje, kur e kritikuan ashpër këtë dietar, aq sa madje u shprehen haptazi se komentari që Nawawi i bëri librit Sahih Muslim duhet të përfundojnë patjetër në zjarr, domethënë duhet të kallët djegët. Allahu na mbrojt thot Sheikh Ibn Uthaymeen, thot për Nawawi ne nuk dëshmojmë tjetër përpas atë që njohëm për të. Ai ishte i devotshëm, ishte mujtahid, por sa edhe një mujtahid mund t'ia qelloj që krahas gjërave të drejta të bie, po ka mundësi edhe të bie në gabime. Nëse gabon ka një shpërblim. Ndërsa në një fjalë tjetër, thot Ibn Uthaymeen rahimahullah, do ta citoj këtë edhe
edhe arabisht, rësy se ky nuk gjinë në komentarin, po gjinë në një libër tjetër të tij, ose në atë përmbledhjen që kanë përmbledhur në Fatawa Nurun ala Darb. Thot فهذان الرجلان أي النووي وابن حجر بالذات ما أعلم اليوم أن أحدا قدم للإسلام في باب أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم مثل ما قدماه ويدلك على أن الله سبحانه وتعالى بحوله وقوته ولا أتعلى على الله قد قبلها لما كان لمؤلفاتهما من القبول لدى الناس لدى طلبة العلم بل حتى عند العامة. فالآن كتاب رياض الصالحين يقرأ في كل مجلس ويقرأ في كل مسجد وينتفع الناس به انتفاعا عظيما وأتمنى أن يجعل الله لي كتابا مثل هذا الكتاب كل ينتفع به في بيته وفي مسجده فكيف يقال عن هذين إنهما مبتدعان ضالان لا يجوز الترحم عليهما ولا يجوز القراءة في كتبهما. من كان يستطيع أن يقدم للإسلام والمسلمين مثل ما قدم هذان الرجلان إلا أن يشاء الله فأنا أقول غفر الله للنووي ولابن حجر ولمن كان على شاكلتهما من نفع الله بهم الإسلام والمسلمين. Thot Nevovi rahimullah, ta dy bura përmend për domethënë Nevoviun dhe Ibn Hajerin, në veçanti këta, sidomos këta dy bura, domethënë për Nevoviun dhe Ibn Hajerin, thot nuk di sot që dikush të kesh shërby Islamit në fushën haditheve të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam ashtu siç kanë bërë ata të dy. Dhe kjo tregon se Allah azza wa jall me vullnetin dhe fuqinë e tij, thot I ka pranuar veprat e tyre. Këtë dëshmon pranimi që kanë pasur shkrimet e tyre tek njerëzit, qoftë të kërkuesit e detyrisë, madje edhe tek njerëzit e thjeshtë. Tani libri thot Riyadus Salihin lexohet në çdo tobem, në çdo mezhles, në çdo xhami dhe njerëzit përfitojnë prej tij me një përfitim të madh. Dhe unë shpresoj, që thot Sheikh Ibn Uthaymeen, që Allahu të më jap edhe mua një libër si ky libër, për të cilët në të gjithë përfitojnë në shtëpi dhe në xhamitë e tyre. Atëherë si mund të thuhet për këta të dy se janë bidaxhi të devijuar, se nuk lejohet të kërkohet mëshirë për ta dhe se as të lexohet në librat e tyre? Kush mund të japë Islamit dhe muslimanëve atë që kanë dhënë këta dy burra, përveç nëse dëshiron Allah azza wa jall. Prandaj unë them se Allahu e fal Nevoviun Ibn Hajerin, si dhe ata që janë rrugën e tyre për atyre me të cilëve Allah I ka bërë dobin me Islamit dhe muslimanëve. Kjo do të thonë fjala e Sheikh Ibn Uthaymeen rahimahullah, dhe dietar përmendin se Nevoviu në fund të jetës të tij ka një libër që ka përpiluar rreth të folurit të Allahut azza wa jall, dhe se Allah azza wa jall flet me fjalë me shkruajnë dhe me z, dhe aty pastaj e ka përmbledhur edhe akiden e tij dhe thonë se është kthyer prej asaj që ka qenë më herët dhe rreth interpretimit të shumë emrave dhe cilësive të Allahut azza wa jall. Bila edhe një nga nxënësve të tij Ibn Attari ka një libër në akide dhe aty përmend, domethënë akiden e sikurse të selefin, ndoshta aty këtu mund të pas ndonjë mesele dhe shumë prej hoxhallarëve, domethënë të sodit, kam përmendur që është kthyer, pasi do të shohim edhe në ato libra që gjinden këto interpretime, atëherë nuk merren për bazë ato, refuzohen, por fjala e Ibn Uthayminit rahimahullah është që duhet të ketë parasysh kur të përmenden këta, sidomos këta dy dietar, wa sallallahu alaihi wasallam ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.